2 çajra që pijen më mirë në mëngjes për detoksifikim dhe humbje më të lehtë në peshë. Shumë njerëz e fillojnë ditën me kafe, por ekspertët thonë se disa çajra bimor janë një zgjedhje më e mirë nëse doni të stimuloni tretjen, të eliminoni lëngjet e tepërta dhe të përshpejtoni metabolizmin. Në mëngjes, kur trupi është më i gatshëm për pastrim natyral, pirja e çajit të duhur mund të ndihmojë në eliminimin e toksinave dhe në uljen e fryrjes. Përveç se ofrojnë një ndjesë ngrohtësie dhe energjie, çajrat bimor me përbërësit e duhur mund të lehtësojnë humbjen e peshës dhe të kontribuojnë në një fillim më të shëndetshëm të ditës. Sipas nutricionistëve, është më e rëndësishme të zgjidhni pije që mbështesin mëlçin dhe sistemin tretës, pasi këto organe luajnë një rol kyç në detoksifikim. 2 çajra në veçantë dallohen për efektet e tyre. Pirja e rregullt e këtyre pijeve mund të ndihmojë në ekuilibrin e trupit, në uljen e fryrjes dhe në t'ju ndihmojë të ndiheni më mirë gjatë gjithë ditës. Çaji i jeshil. Çaji i jeshil njihet për përmbajtjen e tij të lartë antioksiduese, veçanërisht përbërësin e EGCG, i cili ndihmon në zbërthimin e yndyrës dhe përshpejton metabolizmin. Kur pihet në mëngjes, ai rrit energjinë pa një rritje dhe rënje të menjëhershme të niveleve të sheqerit në gjak, duke e bërë atë një zëvendësues të shkëlqyer për kafen. Gjithashtu, vetitë e tij të buta diuretike ndihmojnë trupin të heqë qafe lëngjet e tepërta, gjë që kontribuon në një ndjesë lehtësie dhe më pak fryrje. Ekspertët theksojnë se pirja e rregullt e çajit jeshil mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të zvogëlojë stresin oksidativ, gjë që mbështet më tej procesin e humbjes së peshës. Edhe pse mund të pihet gjatë gjithë ditës, është mirë ta konsumoni në mëngjes, me stomak bosh ose me një mëngjes të lehtë, në mënyrë që trupi të mund t'i shfrytëzojë më së miri substancat e tij aktive. Çaji xhenxhefili. Xhenxhefili njihet për vetitë e tij antiinflamatore, si dhe për aftësinë e tij për të stimuluar tretjen dhe për të përshpejtuar metabolizmin. Një filxhan i ngrohtë me këtë çaj në mëngjes ndihmon në zgjimin e trupit, stimulimin e qarkullimit të gjakut dhe zvogëlimin e ndjenjave të plogështisë. Përveç kësaj, xhenxhefili zvogëlon natyrshëm oreksin, duke e bërë atë një aleat ideal për ata që kërkojnë të zvogëlojnë marrjen e kalorive. Këshilltarët vërejnë se çaji i xhenxhefilit mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e fryrjes dhe në balancimin e mikroflorës së zorëve, gjë që lehtëson më tej procesin e detoksifikimit. Është mirë ta pini të përgatitur me një copë rrënjë xhenxhefili e freskët e derdhur mbi ujë të nxehtë, me shtimin e limonit ose mjaltit nëse dëshironi. Pra, këto çajra janë aleat të thjeshtë, por të fuqishëm në mëngjes për detoksifikim natyral dhe humbje më të lehtë në peshë. Duke i përfshirë këto pije në rutinën tonë të përditshme, ne mund ta mbështesim trupin tonë në një ritëm të shëndetshëm dhe ta fillojmë ditën me më shumë energji dhe lehtësi. Megjithatë, ekspertët këshillojnë që personat me probleme me tensionin e gjakut, zemrën ose tretjen duhet të kenë kujdes me sasinë e këtyre 2 çajrave. Çaji i jeshil përmban kafeinë, kështu që nuk rekomandohet të pihet në sasi të mëdha, madje as në fund të pastites, ndërsa xhenxhefili mund të shkaktojë shqetësime tek personat me stomak të ndjeshëm ose refluks. Nëse keni ndonjë pyetje, është mirë të flisni me mjekun tuaj para konsumimit të rregullt. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.